Janë publikuar detaje dhe fotografi nga dhurata e pazakont që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u ka dhuruar liderëve të NATO-s, pjesëmarrës në samitin e Aleancës, përfshirë edhe kryeministrin shqiptar Edi Rama. Sipas mediave turke, dhurata është një revolver i personalizuar me emrin e secilit lider të gdhendur mbi të. Arma është shoqëruar me një kuti me plumba të vërtet dhe një komplet të posaçëm për pastrimin e saj. Sipas zyrtarëve evropian të cituar nga Politico, dhuratat i u dorëzuan të mërkurën presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa nga presidenti turk Erdogan. Një zyrtar i Këshillit Evropian bëri të ditur se ekipi i sigurisë së Kostas e ka marrë revolverin për t'ju nënshtruar kontrolleve të nevojshme. Ne do t'i ndjekim procedurat belge për transportin e saj dhe më pas do të ruhet në përputhje me kërkesat e sigurisë të vendosura nga sekretariati i përgjithshëm i Këshillit, deklaroi ai. Ndërkohë një zëdhënëse e Ursula von der Leyen tha se presidentja e Komisionit Evropian e ka falenderuar Erdoganin për gestin. Arma do të transportohet dhe ruhet në mënyrë të sigurt. Pasi të aktivizohet, qëllimi i presidentes është ta dhurojë atë në një muze ushtarak, tha ajo. Edhe pse konsiderohen dhurata simbolike, revolverët pritet të përballen me kufizimet e rregullave të Bashkimit Evropian për vlerën dhe natyrën e dhuratave që zyrtarët mund të pranojnë. Për këtë arsye, sipas një zyrtari evropian, konsiderohet e pamundur që liderët t'i mbajnë armët si sende personale. Ndërkohë, disa liderë të tjerë evropian, përfshirë kryeministrin britanik Keir Starmer dhe kryeministrin holandez Dick Schoof, kanë bërë të ditur publikisht se do t'i lënë armët fillimisht në Turqi për t'u aktivizuar dhe më pas për t'u transportuar në vendet e tyre.